Me lot gëzimi dhe nostalgji të thellë, u gjendën bashkë sot ish mësues dhe drejtues së shkollës Naum Veshilharxhi në përvjetorin e 50 të hapjes së saj. Ish nxënës së shkollës, sot personalitetet të shuar të qytetit, u bën bashkë për të përkujtuar historikun dhe suksesin e shkollës ndër vite. Edhe pse një shkollë periferike, ajo përgjatë 50 viteve, diti të nxjerrë breza të tërë nxënësish, madje të shkëlqyer në fusha të ndryshme. Aktiviteti i cili u prezantua nga një ish nxënëse kësaj shkolle, sot aktore dhe drejtuese e Qendrës së Artit dhe Kulturës, Zamira Kita, fali emocione dhe riktheu vite përpara të pranishmit. Drejtori aktual Xhemlin Koleci ka vlerësuar mësuesit ndër vite që kanë lartësuar emrin e kësaj shkolle me punën e tyre dhe përkushtimin. Dhe përjetuar një ngjarje me rëndësi. 50 vjet breza, 50 vjet histori. Kujtoj 50 gjenerata të cilët kanë dalë nga bankat e kësaj shkolle, që më së miri tregojnë garancinë e arritjes së suksesit dhe kjo fal kontributit që mësuesit kanë dhënë për ta në rrugën e mundimshme drejt dijes dhe njohjes. Është një shkollë e madhe, është shkollë e përbashkët, e përfitimit kulturës përgjithshme, e cila vijon të qëndrojë si institucion i shërbimit publik dhe është pikërisht kjo shkollë nga e cila kanë dalë emra të njohur, mbas edhe emra të panjohur, por që në jetën e tyre kanë bërë diçka të admirueshme. Dhe për më tepër nxënës të rinj që vazhdojnë dhe sot jem mbrapa jush, që do vazhdojnë të shkruajnë emrin e tyre në librin e historisë së shkollës Naum Veshilharxhi. Zëvendës kryetarja e bashkisë Benila Tërova e ka vlerësuar punën dhe mbarvajtjen e shkollës Naum Veshilharxhi dhe sot. Urim të veçantë për shkollën Naum Veshilharxhi në këtë ditë edhe në emër të institucionit të bashkisë, sepse profesioni i qenit mësues, e tha shumë bukur profesori, pa e fetishizuar, normalisht është ai që ka në dorë fëmijët tanë, që i orienton, i drejton dhe të mbetet në kujtim pashmangshmërisht dhe sidomos në mënyrë të veçantë mësuesi i ciklit 9-vjeçar. Ky bashkëpunim midis institucioneve vendore, midis prindërve, po edhe midis komunitetit të zonave, të cilët kanë fëmijët e tyre nxënës nëpër shkolla, është shumë i rëndësishëm në mënyrë që shkolla të mos jetë vetëm një institucion ku përcillet programi mësimor nga arsimtarët tek nxënësit, por të jetë një vend ku komunitetet gjenerojnë vlerat më të mira të edukimit të një brezi të ri. Shkolla, e cila mban emrin e një perilindësve më të shuar, Naum Veshilharxhit, u çel në vitin 1967. Numrin më të madh të nxënësve, ajo arriti në vitet 67-72 me 1200 nxënës, por edhe më vonë kur ky numër arriti në 1700.